Jeni me programin Evropa tani në Kosovë. Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valjet e programit Evropa tani në Kosovë. Në edicionin tonë më të ri merremi me projektin për përmirësimin e eficiencës në shfrytëzimin e energjisë, të cilin Bashkimi Evropian e ka implementuar në gjimnazin e Deçanit. Ka pasur ndryshime të mëdha, si na më përpara nuk e mujt shumë herë me pas mësim komplet për kushte dobta. Kon më ftoft, para se më bëu ky projekt, tash është më nxehtë dhe janë kushtet më të mira për të marrë procesin mësimor. Ishin këto vetëm disa nga thekset kryesor të këtij edicioni. Vazhdoni të jeni me ne edhe në vijim të tij. Falenderojmë Bashkimin Evropian që na ka mundsuar që vitin e fundit me e bë mësimin më mirë se 2 vitet më përpara, edhe me dal pikturit me njëri më të mëdha dhe në kushte më të mira mësimore. Falënderim shumë të madh prej Bashkimit Evropian se na ka ofruar kushte shumë më të mira. Faleminderit. Ishin këta Fatjana Shabanaj dhe Leonis Thaqi, nxënësit e gjimnazit Vëllezrit Frashëri në Deçan, duke folur për kushtet e përmirësuara për mësim në shkollën e tyre pas investimeve që janë bërë në termo dhe hidroizolimin e objektit të gjimnazit. Në kuadër të politikës për kursimin e energjisë dhe avancimin e eficiencës në shfrytëzimin e burimeve energjetike, Bashkimi Evropian e ka përkrahur projektin për izolimin e mureve dhe kulmit të gjimnazit në Deçan, me të cilën në mënyrë të konsiderueshme zvoglohen shpenzimet për ngrohje, por edhe krijohen kushtet më të favorshme të punës. Drejtori i gjimnazit Musa Stojku thotë se pas fillimit të zbatimit të projektit në fjalë, mund të flitet për një ambient të ri pune në shkollën e tij. Ka ndryshuar, nuk mund të themi shumë, sepse nuk janë kryer të gjitha punimet, duke marrë parasysh se ne e dimë që shkolla është izoluar në mënyrë shumë të mirë, është izoluar edhe nga ana e jashtme e mureve dhe nga ana e tavaneve, kështu që veshjet se edhe ka një ndryshim, por jo edhe aq sa është pritur, për arsye se në projekt janë edhe dyrët e hymjes për të ndryruar të gjitha. Mirë po pritet që të ndrohen edhe dyrët e hymjes nga të gjitha anët e shkollës, kështu që shpresojmë që do të përmirësohet shumë situata edhe në procesin mësimor dhe në përgjithësinë e shkollës, edhe brenda dhe jashtë. Me realizimin e projektit për eficiencën e energjisë elektrike në vlerë prej afro 450.000 eurosh nga Bashkimi Evropian, të 1200 nxënësit e gjimnazit Vëllezrit Frashëri në Deçan tash e tutje do të kenë kushte më të mira për zhvilluar procesin mësimor, thotë nxënësi i klasës së 13 Leonis Thaqi nga Luka e Epërme. Ka pasur ndryshime të mëdha, si na më përpara nuk e mujt shumë herë me pas mësim komplet për kushte dobta. Tash është më mirë, nxemjet më të mira, izolimi ka ndikuar shumë më mirë. Ka dallime shumë të mëdha, dallime pozitive. Gjimnazistja Fatjana Shabanaj thotë se para implementimit të projektit në shkollë ka qenë vështirë të arrihet temperatura e nevojshme për zhvillimin e papenguar të mësimit dhe aktiviteteve tjera shkollore. Kon më ftoft, para se më bëu ky projekt, tash është më nxehtë dhe janë kushtet më të mira për të marrë procesin mësimor. Gjithashtu edhe rinovimi i paljestrës ka ndikuar shumë në zhvillimin e kushteve mësimore me rregull, edhe nxemjet, gjithashtu rinovimi i shkollës, pra ka bërë që edhe nëse nuk ka nxemje në shkollë, të jetë shkolla pak më nxehtë sa përpara dhe kushtet janë më të mira se përpara me zhvillim mësimi. Drejtori Musa Stojku thotë se komuna e Deçanit me buxhetin e vet vështirëse do të mund të implementonte vet këtë projekt kapital. Kosto e këtij projekti ka vlerën e 1.400.000 euro dhe e gjithë ajo që është bërë deri tash vlerësohet se është kryer diku rreth 80% e punimeve. Ka pas ngecje të punëve për shkaqe teknike të tyre. Po ne fillimisht falenderojmë zyrën e Bashkisë Evropiane, po natyrisht kjo është edhe një merit edhe komunës edhe strukturave komunale, sepse bashkëpunimi me do të thotë krijon një klimë më të volshme për punën e investimeve në komunën tonë. Leonisi dhe Fatjana thonë se ata dhe nxënësit tjerë kanë vetëm fjalë miradije për një projekt të tillë, sepse atë do ta gëzon jo vetëm gjenerata e tanishme e nxënësve të gjimnazit, por edhe shumë breza nxënësish që vijnë pas tyre. Falenderojmë Bashkimin Evropian që na ka mundsuar që vitin e fundit me e bë mësimin më mirë se 2 vitet më përpara, edhe me dal pikturit me njëri më të mëdha dhe në kushte më të mira mësimore. Falenderim shumë të madh prej Bashkimit Evropian se na ka ofruar kushte shumë më të mira. Faleminderit shumë. Sipas drejtorit të gjimnazit Musa Stojkaj, më se 80% e punimeve të parapara për ngritjen e eficiencës së energjisë në shkollën e tij kanë përfunduar. Projekti i Bashkimit Evropian në gjimnazin Vëllezrit Frashëri pritet të përfundojë më 31 gusht të këtij viti, pra në prag të fillimit të vitit të ri shkollor. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra për këtë edicion. Mikpritësit e juaj ishin Violeta Hyseni dhe Ismet Hajdari. Vazhdoni të jeni me ne edhe javën tjetër. Mirëmbëjtje.